Cilat kanë qenë qëllimet e Albin Kurtit në këto zgjedhje të gjitha subjekteve politike. Po dalim në dimensionin pak më praktik. Do thotë, pse shkuam në zgjedhje? Kjo është pyetja themelore, premisa për cilës duhet nisim. Cila është arsyeja që patëm një kuvend me këtë jetëgjasi më të shkurtër në historinë parlamentare. Edhe po na ndodh, do thotë kemi prej shkurtit. Është duke u ripërsërit, do thotë në historinë e parlamentarizmit të Kosovës, gjithnjë e më jetë shkurtër po bëhet funksionimi i kuvendet. Foshota, qeveri, detyrë, këto se sa po zgjasin kuvendet funksionale. Tash, a është problemi te normat juridike, a është problemi tek aksionet politike? Mirë. Kjo është tash. Cili është mendimi yt? Tash pse shkuam në zgjedhje? Kjo është për rolin e ri. Mirë, hajde merre. Jo, apo bashkëbisedojmë se nuk jemi këtu në rol, ne jemi më tepër në rolin e bashkëbisedimit, apo për me dhënë gjykimin tona. Pse shkuam? Domethënë pse qytetarët e Kosovës se nuk kanë shkuar për projekte këto projekte të mëdha që u prezantuan ajo fonton dëshira, si jo e kurudhat e këto se type vështirësi po kanë një kanal në lupsh me ndaj që duhet të lemo atë infrastrukturë gjigande, sa e duhet më bë me firma, me kompani të huaja. Hajde ama përgjigjem pse shku. Ta elaboroj deri në fund për me kuptuar dimensionin. Domethënë sepse ajo mbas pari për më ndërtu që ajo farlloj makroinfrastrukturë që e kanë është i bankën zhvillimore ku premtimet e mëdha që shteti të shndrohet një farë banke, ku njerëz shkojnë marrin para apo kupton, edhe kështu pak a shumë ky imazh, njerëz shkojnë marrin parë, kush do të më punu, merr parë në bankë, nuk ka tatime, do të mbyllen këto bankat komerciale në farë mënyrë këto banka, përkundër faktit se gjitha statistikat përfitimi më i madh i këtyre bankave gjatë këtyre 6 viteve është në historinë moderne të Kosovës. Banka, domethënë sistemi bankar në Kosovë përfitimet më të mëdha financiare ka pas në kohën e qeverisjes së majtë Albin Kurtit, sesa në qeverisjet e mëhershme politike. Por kjo është temë tjetër, kur diskutojmë edhe duhet më tepër referenca ekonomike më pas. Na shkuam në zgjedhje sepse e patëm një blokadë politike që kuvendi i Kosovës, partitë parlamentare do thotë prezente në atë institucion nuk qenë në gjendje të japin vendit një president të. Pse nuk janë në gjendje tash? Për arsye kjo është vetëm politike, nuk besoj që është procedurale. Lëvizja vetëvendosje, do thotë pat konsideru që presidenti ose duhet të jetë i zhveshur nga çdo normë, nga